Ashtu si që thanë dhe qytetarët jashtë, ne kemi një numër të vendimeve të prera, pra vendim i prerë prej gjykatës, që ne t'i rënojmë një numër të madh të villave në për parqet kombëtare. Kur i kom pa ato vendime, tash po flas drejt sepse ne jemi qytetarë, jemi njerëz këtij vendit, edhe secili qytetar që nuk ka ndonjë biznes, nuk ka ndonjë përfitim të madh, pra nuk ndërton hotel në bjeshkët e rrugës, po secili qytetar që ka një copë tokë aty, ka dashur me ndërtu, edhe të ja blloku komuna mos me hartu planin rregullues, qytetari është detyruar me ndërtu në mënyrë të jashtëzakonshme. Kur mund vjen vendimi prerë prej gjykatës që duhet me rënu, unë po ju them që më them në zemra, me dalë me rënu një villë, një shtëpi malore, vetëm se institucionet nuk i kanë dhënë përgjigje. Pra komuna i kam shetë peshtë. Çfarë kam bërë unë si ministre, ty po ato vendimet prera të gjykatave, kam thënë që është shumë e padrejtë. Mos me informu qytetar, edhe mos me marrë një masë ndalese, derisa t'i rregullojmë procedurat administrative që qytetarët të kenë të drejtën të marrin leje. Edhe vendimi, siç i informuva banorët, është vendim i përkohshëm. Në ditën kur e kam marrë vendimin të nesërmen, i kam dërguar një letër të hapur kryetarit të PS, edhe i kam thënë që është e domosdoshme të hartojmë planin rregullues për bjeshkët e Nemuna, në mënyrë që qytetarët të ndërtojnë në mënyrë të rregullt, pra që ja respektojmë një të drejtë që ja garanton kushtetuta. Po ashtu i kam thënë që nëse komuna nuk ka kapacitete, qoftë njerëzore, qoftë teknike, ne si ministri jemi të gatshëm komplet kapacitetet njerëzore e teknike që kam brenda ministrisë, t'i angazhoj që t'i ndihmojnë kryetarit të komunës PS ta bënë planin rregullues. Komuna PS i zakonisht, kryetari aktual i PS, i ka mbyll vesht, edhe nuk ka dashur as me dëgju. Edhe si që po ashtu jashtë, ai edhe i ka organizuar disa. Sepse aty në protestë pa qytetar që ju ka mohu të drejta me ndërtu me vite e vite të tëra. E shumë prej tyre që kanë ndërtu e frikohen edhe natën e flej se mos po shkon ndonjë institucion evropian. E unë me këtë vendim kam dashur me ndal këtë problematikë, se nuk mundem me leju që brenda mandatit tim me u ndërtu në mënyrë jo ligjore, e mos me bë asnjë hap për m'ia u rregullu mundësinë, m'ia hap të drejtën qytetarëve me ndërtu në mënyrë të lehtëshme, edhe në fund me dalë me thonë vollantar, vendim prej gjykatës edhe duhet me rënu. Kështu që unë kam marrë këtë vendim, që është vendim i përkohshëm. Edhe tash unë kam prit komunën që më na dërgojnë një përgjigje, me thonë që po ne po fillojmë hartimin e planit rregullues, prap komuna vazhdon thjesht. Prap komuna organizon disa qytetarë, sepse këta gjithë që ishin unë i respektoj, kam respekt për ta dhe do t'i vizitoj edhe në rrugë. Po ajo po hesht, tani neve si ministri, çfarë na mbetet, në mënyrë sepse na obligon edhe ligji, në mënyrë që t'ju rregullojmë qytetarëve, t'ju japim të drejtën, që ta kanë më kushtetuar, të aplikojnë për leje të ndërtimit, ne do të fillojmë si ministri, të hartojmë planin rregullues. Pra e anashkalojmë komunën këtë rast, edhe vazhdojmë e hartojmë planin rregullues. E dyta, qytetarët me vite të tëra, mund t'i pyesni edhe ju ata, kanë ngritur çështjen e ligjit i cili ka përcaktuar zonën e mbrojtur në bjeshkët e Nemuna. Ata thonë që ligji që është vendosur në vitin 2012 na ka cënu të drejtën për me vazhdu me jetu që shka jetu në trepat e rrugës. Plani hapësinor është bërë në vitin 2022, janë marrë disa kërkesa parasysh, mirë po tani unë ju kam premtuar qytetarëve që në momentin kur kthehemi në qeveri, do ta rishikojmë komplet ligjin. Ligji do të rishikohet në atë mënyrë që të merr parasysh kërkesat e qytetarëve, të merr parasysh mbrojtjen e trashëgimisë historike e kulturore që ka rrugova,